Mbrëma shkues të emisionit Dr. Plus, mirë se po takohemi sërish edhe në këtë javë. Sonte në kuadër të emisionit do të flasim për sëmundjet e mushkërive, për astmën dhe cilat janë mënyrat e duhura të trajtimit të kancerit në mushkëri. Për këtu dhe shumë informacionet të tjera më rëndësi do të flasim me Dr. Besim Morina, specialist i pulmologjisë. Doktor, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Dr. Plus. Faleminderit edhe jush. Doktor, e dim çfarë rëndësie ka funksioni mushkërive, por fillimisht dëshiroj të pyes sa është e rëndësishme kontrolla e rutinore për mushkëri. Atëherë, kur flasim për mushkëri, duhet të kemi parasysh që është prej organeve vitale që kemi në trupin tonë, dhe frymarrja është procesi më vital që kemi. Ne e dim që disa sekonda pa frymarrje mund të vjen deri te problemet shëndetësore e mund të vijë edhe vdekja nëse nuk ndërhyjmë. Kështu që këtë sistem ne duhet ta mirëmbajmë, ne duhet të përkujdesemi për të në mënyrë që mos të kemi probleme shëndetësore. Është shumë rëndësi tani sidomos viteve të fundit ju ka rritë rëndësia ekzaminimit të sistemit respirator. Kjo falë edhe fatkeqësisë që patëm para disa viteve dhe epidemisë Covidit, kur njerëzit panë se sa më rëndësi është të kemi një mushkëri të shëndosh, rrugë të frymarrjes të shëndosha të lira, edhe mos kemi probleme me frymarrjen. Prej nga atëherë kemi pas një rritje të vëdësimit të njerëzit, dhe njerëzit në përgjithësi tentojnë të bëjnë ekzaminime më të shpeshta, më të rregullta, sa i përket funksionit edhe strukturës të sistemit respirator. Pra njerëz po përkujdesen më shumë, edhe gjithmonë më shumë kemi qytetarë të ndryshëm që vinë, ekzaminohen e kontrollojnë sistemin respirator pa pas ndonjë smundje, vetëm me pa nëse ka ndonjë problem me mushkëritë e tyre. Kështu që kontrollet e rregullta janë po aq të rëndësishme sa është edhe kontrolli i rregullt i zemrës, duke marrë parasysh që shumica, duke marrë parasysh që numri më të madh të smurëve tek ne e bëjnë pikërisht smurit me zemër dhe me mushkëri, kështu që këto dy organe duhet rregullisht të kontrollohen. Doktor, çfarë është astma dhe cilat janë ato shenjat e para të astmës? Astma bronkiale është një prej problemeve më të shpeshta që ne e hasim tek njerëzit. Duhet kemi parasysh që në astma bronkiale se njerëzit kanë mendojnë që problemet respiratori prekin më shumë të moshët e vjetra. Mirë po, duhet kemi parasysh që astma bronkiale nuk i prek vetëm moshët e vjetra, po i prek edhe një gjëra të re të pacientëve, pra duke filluar nga fëmijëria. Kështu që është një problematikë që ka rëndësi të madhe, edhe në kuptimin e diagnostikimit, edhe në kuptimin e gjetjes, po edhe në kuptimin e menaxhimit, sepse është një problematikë që mund të shkaktojë probleme më të mëdha në kuptimin e hospitalizimit, në kuptimin e ngarkesës së morbiditetit ose ngarkesës së smundshmërisë, po edhe në kuptimin e humbjes së ditëve të shkollës, humbjes së ditëve të punës, që ndikon edhe në aspektin ekonomik. Astma bronkiale është një prej problemeve më të shpeshta të sistemit respirator. Ajo prek zakonisht rrugët e frymarrjes, rrugët e vogla të frymarrjes. Rrugët e frymarrjes duhet t'i paramendojmë si gypa të vegjël që përçojnë ajrin nga jashtë deri në pjesën e poshtme të mushkërisë. Dhe pikërisht te disa persona të caktuar, pak ndikimi i gjeneve, pak ndikimi i ambientit, pak ndikimi i alergjisë ose faktorëve të ndryshme bëjnë që këto rrugë frymarrjes, pra këto bronke, këto gypa të ajrit të ngushtohen dhe të japin simptoma të caktuara, pra të ngushtimit të rrugëve të frymarrjes. Këto simptoma zakonisht shfaqen pastaj me frymëzanie, me koll, me fishkëllima në gjoks, me ndjenjë gjeshjes në gjoks ose ndjenjë e pakëndshme të gjoksit, me ndjesi që po lodhen shpejt për marrjen me ungjit përpjet, me ngjit shkallëve të lartë, do të thënë kanë probleme, e gjitha këto simptoma pastaj shfaqen në mënyrë kronike. Pra duhet kemi parasysh që astma bronkiale është smundje kronike. Por nuk është një smundje që paraqitet, mirë trajtimi dhe nuk e kemi atë problem. Por është një smundje, një problem që të ndjek gjatë jetës. Po, doktor, tek astma të ndalemi edhe pak tek pjesa e pranverës, kohës së pranverës. Se dim që edhe alergjia e bën të vetën. Sa mund të më ndiku kjo në frymarrje edhe si mund të më diagnostiku? Atëherë, një prej forma më të shpeshta, se astma ka shumë nën tipe. Ka tipe që shfaqen vetëm me koll, ka tipe që shfaqen vetëm gjatë sforcimit fizik ose aktivitetet fizike, për shembull gjatë
sportit apo vrapimit. Po. Po ka tipe në rastet më të shpeshta, mbi gjysmën e rasteve, afër 60% rasteve, në bazë shkaktari i astmës është alergjia. Kur flasim për alergjinë është ajo gjendja klinike ku trupi jonë reagon ndaj ngacmuesve të jashtëm, që në këtë rast mundën me qenë poleni, mundën me qenë lulet, mundën me qenë bari, barishtet ndryshme, qethet ndryshme të lisave, mundën me qenë epiteli i kafshëve, pra macës, qenit apo diçka tjetër, apo mund të vjen edhe myket që ne jemi kontakt me vendet caktuara të banimit ku ka myk. Gjitha këto raste kur njerëzit janë kanë alergji. Alergjia mund të shfaqet vetëm me lotim të syve, vetëm me të shtim, ngritje fyti. Por në raste të caktuara mund të shfaqet me rrugë të frymarrjes. Dhe kur preket rrugë të frymarrjes, atëherë flasim për astmën me bazë alergjike. Në këto raste përveç se duhet të trajtuar astma, duhet të trajtuar edhe alergjia. Sepse pa trajtimin e alergjisë nuk kemi edhe trajtimin e plotë të gjendjes astmatike. Sa është e vështirë trajtimi i astmës edhe në pjesën tjetër të dyja të bëhen në të njëjtën kohë? Trajtimi i astmës është pak kompleks, sepse është shumë i nevojshëm bashkëpunimi i pacientit. Nëse pacienti jonë nuk bashkëpunon, edhe nuk është ajo shpreha duhet bësh mjek i vetës. Mjeku nuk ndihmon mjaftueshëm. Se ti me kontaktin me mjekun e ki disa minuta, një herë në muaj për zëm, ose më radhë. Edhe ai nuk ka mundësi me të kontrollit gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë ditës. Kurse simptomat e astmës varirojnë, fluktuojnë, janë më të larta, më të ulta, ndryshojnë. Dhe nuk e ke mjekun aty për aty, ta jep terapinë e duhur. Kështu që është shumë e rëndësishme që pacienti të edukohet. Me gjërat të reja kjo është shumë e lehtë, sepse tani gjërat të reja lexojnë shumë, janë shumë të informuar sa i përket të gjendjes, po. Edhe marrin shumë informata shumë lehtë, kanë qasjen e informatat mjekësore, kështu që rrin gati më shumë vetes. Kurse te moshat më të shtyra kemi shumë problem, sepse ata e kanë vështirë ta menaxhojnë smundjen, sepse gjendja e astmës është, si thashë më herët, është gjendje kronike, që i ka ato përkesimet e veta, i ka edhe gjendjet e përmirësuara. Dhe ti duhet ta menaxhon mirë atë gjendje, në bashkëpunim me mjekun tënd. Ti duhet që kur të rritësh terapinë, duhet të dish kur të rritësh terapinë, duhet të dish kur ta ulësh terapinë, dhe duhet të dish kur ta ndërpresh fare. Kështu që me kohë, shumë për pacientëve, mbas një kohë pacientët e mi, mbas një kohë fillojnë ta mësojnë gjendjen e tyre dhe pastaj e menaxhojnë vetë smundjen. Normalisht në konsultim nganjëherë edhe me mua, po shpesh ndodh që ata e menaxhojnë shumë mirë vetë, domethënë gjendjen e tyre, duke rritur apo duke zvogëluar terapinë varësisht prej nevojave të tyre. E dim që qytetarët nga qytetet vikindeve dalin në pjesë malore, në vendet e tjera, në villa e gjëra të tjera. Sa është kjo e rëndësishme? Sa ndikon kjo në astmë? Tani, shumica e njerëzve nuk kanë astmë normalisht. Edhe pse numri i njerëzve me astmë dhe me alergji është duke rritur çdo vit nga viti në vit. Kjo është shenjë e zhvillimit ekonomik. Vendet me zhvilluara gjithmonë kanë më shumë gjendje astmatike, gjendje alergjisë, më shumë se sa vendet e pazhvilluara. Po, në përgjithësi, përqindja në popullat nuk është që çdo kush ka alergji në natyrë. Kështu që ne i rekomandojmë gjithëve të dalin në natyrë, sepse kjo ndikon në gjendjen e këtyre shëndetësore në përgjithësi, si në sistemin kardiovaskular të zemrës, shtypjes gjakut, enëve të gjakut, ashtu në sistemin respirator, mushkrive, rrugëve të frymarrjes. Ndikon në kondicionin, rrit edhe mirëqenien, rrit edhe mirëqenien edhe sociale dhe psiqike, daljen në natyrë. Kështu që në përgjithësi ne rekomandojmë daljen, por në rastet kur njerëz kanë alergji, ne fillimisht ju kërkojmë atyre ta identifikojnë alergjenin, çka janë alergji, se jo gjithmonë jemi alergji në çdo polen. Edhe gjejmë çfarë alergjeni është, edhe pastaj e gjejmë natyrën e atij alergjeni, kur ka kohën e polenizimit, kur në cilët vende është i lokalizuar dhe kur ka kohën e fazën kur ai lëron polen dhe mund të shkaktojë simptoma. Në këtë raste na gjithmonë i rekomandojmë përveç njohjes së alergjenit, ku gjendet edhe çfarë kohë shpërthen, ne i rekomandojmë që edhe ata të marrin trajtim të rregullt, bile edhe në spa kur dalin natyrë ta kenë me vete edhe terapinë që marrin rregullisht, në mënyrë që të kenë të parandaluar
ta kenë mbrojtur nga çdo përkesim i tyre. Po. The që përveç moshave të vjetra që ndikon, po mendoj ende më shumë shkaku edhe psiqikës që marrin më shumë psiqike. A ndikon aq edhe tek të vegjëlit? Gjendja e astmës, gjendja bronkiteve dhe gjendja e hiperaktiviteteve bronkiale është një grup i problemeve që janë njëjtin mekanizëm ka me rrugë frymarrjes, është shumë e shpeshtë te fëmijët, sidomos viteve të fundit. Edhe jo gjithmonë problemet në fëmijëri do të përcillen edhe moshat më vonshme. Në shumë raste, do të thonë një fëmijët që kanë probleme me astmë, me bronkite, me fishklima, koll e kështu me radhë, shpesh mbas adoleshencës mund edhe të tërhiqen simptomat edhe mos kenë probleme. Edhe pse gjithmonë do të jenë pak më të ndjeshëm, gjithmonë kanë një tendencë që në rastet ftofjave, në rastet gripnave, ata do të kenë pak më shumë probleme. Po tani kohëve të fundit ne po shohim një ngritje të problemeve të fëmijët. Edhe normalisht në rastet kur fëmijëve ju shkakton probleme, ne gjithmonë duhet të ndërhyjmë në terapi. Po jo gjithmonë është e nevojshëm terapia. Nëse ka fëmija pak probleme, që nuk e pengojnë, që ka një koll her pas hershëm, që ka një fishklim her pas here, kur ka një ftofje, ne nuk intervenojmë me terapi. Vetëm nëse simptomat janë theksuara, atëherë ne jemi përkujdesshëm që t'japim terapi duhur. Doktor, pse ftohen kaq lehtë fëmijët? Po normalisht fëmijët, sistemi respirator i tyre është më fragjil, më i ndihshëm në raport me sistemi respirator të rriturit. Rrugët e tyre të frymarrjes janë shumë të vogla, kanë një diametër të vogël, edhe shumë lehtë kolabohen, plus sistemi i tyre imun reagon më ndryshe nga ne. Edhe kemi një inflamacion ose ndezje të rrugëve frymarrjes që menjëherë shfaqen në formë fishklimave. Nëse kësaj i shtohet pastaj edhe gjendja e bindjeshmërisë ose gjendja alergjive, atëherë ata janë një grup që shumë lehtë më reagojnë. Po gabimi nuk është të identifikimi, gabimi është që shpesh identifikohen gabimisht si infeksione, kur nuk kemi infeksion. Pra shumë fëmijë trajtohen me antibiotik, të mendu që kemi të bëjmë me një infeksion. Po në rast të caktuar, shumicën e rasteve nuk është infeksion bakterial që antibiotiku kish pas me ndihmu, po është vetëm një gjendje bindjeshmërie që shfaqet me fishklima, me koll, që nuk ka lidhje me infeksion. Kështu që në ato raste s'ka nevojë të jepin antibiotik. Pra, ideja është që mirë që identifikohen fëmijët që janë më të ndihshëm, mënyrë që sa herë që kanë probleme të mos marrin antibiotik kot, nëse s'kanë infeksion. Na duhet të sigurohemi mirë që nuk kanë infeksion, që kanë infeksion për me vazhdu me antibiotik. Duhet të këshyret CRP-ja, duhet me këshyret ka temperaturë, sa po kohë po i zgjat temperaturë, kështu me radhë të ato faktorë ndryshëm që ne i shohim. Pra, kjo është me shumë e rëndësi para se me fillu me terapi. Po cili është trajtimi i duhur nëse kanë veç një koll të lehtë, çaja, apo çfarë ju rekomandon ti? Në rast të caktuar, nëse kolla është e lehtë dhe nuk ndikon në përditshmëri, në mirëqenien e fëmijës, në cilësinë e tij të jetës, ne nuk intervenojmë fare. Në ato raste ajo gjithmonë shfaqet në formë të epizodave. Për shembull, ka një ftofje, një grip, edhe pa të gripit të disa fëmijë tjerë shkon vetëm me hundë fyt, kurse disa që janë më të ndihshëm, ata shkon edhe me koll dhe fishklima. Nëse nuk ndikon shumë në gjendjen e përgjithshme, nuk japim fare asgjë. Po nëse ndikon, në ato raste ne rekomandojmë marrjen në formë të inhalimit të ilaçeve. Ne e dimë që shumica familje që kanë fëmijë vetëm kanë një inhalator në shtëpi. Edhe në ato raste ne rekomandojmë që të marrim pak në inhalim, nganjëherë shtojmë pak salbutamol, që është një bronkodilatator, ose nganjëherë shtojmë edhe pak një kortikoid inhalator që zvogëlon pezmatimin. Kështu që mjafton me një intervenim të vogël, po nëse simptomat janë theksuara, edhe simptomat janë të vazhdueshme, nuk tërhiqen, i pengon fëmijës në shkollë, nuk mundet me bë sport, mbushet me frym, kolla nuk e lën me flajt, domethënë në ato raste japën terapi pak më intensive, pra japën në formë inhalimin, prapë japën në formë sprejave. Që mënyrë që me pas ma lehtë përdorimin, formë inhalatorëve të vegjël, edhe japën tableta her pas here në formë të antihistaminikëve ose barna që janë kundër alergjisë ose barna tjera. Kështu që në të raste ndërhyjmë pak më terapi më të vazhdueshme, më kronike.
Doktor, të ndalemi pak edhe tek pneumonia. Cilat janë simptomat e saj dhe çfarë është saktësisht? Pneumonia nënkupton ndezjen e mushkrisë. Deri tani kur folëm për astmën, ne kuptojmë rrugët e frymarrjes. Kurse mushkria, që është një organ që gjendet dy anë të gjoksit, edhe është me konzistencë si shpuzë, është e mbushur me ajër, në raste të caktuara, në shumicën e raste, si pasojë e infeksioneve, mund vjerë deri te ndezja e mushkrisë. Kjo ndezje, atëherë e quajmë si pneumoni. Pneumonia zakonisht vjen si pasojë e infeksioneve. Mundën me qenë virale më rrallë, edhe bakteriale më shpesh. Karakteristikat kryesore klinike pneumonisë janë një temperaturë e lartë, një lodhje, një plagështi, dhimbje trupi, dhimbje nyjeve. Pastaj kemi edhe koll të theksuar, që mundet me qenë edhe me prodhim të këlbazit, që mund me qenë me ngjyrë, qelbërt ose dverë, edhe dhimbje gjoksit her pas here kur pneumonia prek edhe cipën e mushkrive. Pra gjitha këto, kur t'i marrim domethënë ata algoritmin diagnostik kur ta bëjmë, ne na jep ndyshimin për një infeksion të mushkrive. Në atë rast neve na duhet patjetër të bëhet ekzaminimi plot fizik, pra dëgjojmë me stetoskop, shohim nëse ka ndryshime në dëgjim një herë në anë apo në dy anë. Pastaj bëjmë edhe ekzaminimet laboratorike, ku bëjmë analizat ndryshme, një prej analizat që është pasyra e gjakut, edhe analiza tjetër është një CRP-ja, ose proteina C reaktive që tregon për inflamacion, dhe i kemi imazhëri në fund. I bëjmë ekzaminimet imazhërike. Bëjmë ultratingullin e gjoksit dhe radiografin apo rentgenin që e quajnë populli, të mushkrive që është karakteristike dhe më indikative. Doktor, cilat janë sëmundjet e mushkrive? Sëmundjet e mushkrive janë shumë të shpeshta. Për nga shpeshësia e përmendur më herë hyn në grupin e tretë pas sëmundjeve kanceroze dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Për sëmundjeve më të shpeshta të mushkrive e përmendëm një më të shpeshtë që ishte astma bronkiale që prek moshë të reja zakonisht, edhe ata që s'kan piduan. Po një prej më të shpeshtave është një që i prek ata të vjetrit dhe ata që kanë pi duan apo janë ekspozuar ndaj tymit duanit, që ndryshe quhet sëmundje obstruktive e mushkrive. Pra është një sëmundje obstruktive kronike që i prek mushkrit. Më herët është quajtur bronkiti kronik apo emfizema, që janë sëmundje karakteristike të duangjit. Kjo sëmundje i prek njerëz që kanë pi për një kohë gjatë duan sasi të mëdha. Edhe në fillim karakterizohet vetëm me koll e këlbaz. Ka njerëz që i kemi dëgjuar ata duanxhi që thonë, kur ti dëgjon ty kollit, thotë, mos je smut, ai thotë, jo, e kam veç pe duhanit, kolli i duhanit. Domethënë është tipike për bronkitin kronik. Pra kolla që shpesh ka edhe nxjerrje të këlbazit, mos u mëngjes. Mbas një kohe, mas përdorim, mas përkesimit, më tejmë, se kjo sëmundje është progresive, përkesohet me moshë, edhe me ekspozim tymit duanit. Mbas një kohe, këta zhvillojnë edhe dispneja apo frymëzanie. Kjo është karakteristike për këto sëmundje, pra që kanë ndjesinë që nuk po mundin me marrë frymë mjaftueshëm, sidomos kur sforcohen fizikisht. Marrin me ecë pak më shpejt, ose marrin me çuni peshë më tron, ose marrin me ngjit shkallëve, edhe nalen gjysmë shkallëve se nuk mjafton frymarrja. Kjo është tipike për sëmundjet obstruktive. Këto raste këta patjetër duhet të diagnostikohen fillimisht, që në këto raste ne e diagnostikojmë përmes një analize që quhet spirometër, pra me aparaturë masim se është funksioni mushkrive. Dhe pastaj fillohet me njëherë me terapi që lirojnë rrugët e frymarrjes në mënyrë që të mos ketë simptoma. Por kjo është sëmundje obstruktive. Pastaj kemi edhe sëmundje tjera që përmendën pneumonia, është sëmundje tjera pak më të rralla, po edhe një sëmundje që është pa që shpesht, që është kanceri mushkrive, që është kanceri më i shpeshtë, më vdekjeprus në botë. Pra është më vdekjeprus se çdo lloj tjetër i kancerit. Do të thënë që shkakton më shumë të vdekje për 100.000 banor. Doktor, si mund ta dallojmë kancerin në mushkrive? A preken më shumë gratë apo burrat? Kanceri mushkrive, siç e përmenda, edhe pse nuk është më i shpeshti në paraqitje, është më vdekjepruesi. Kjo tregon që ky kancer ka prognozën shumë të keqe. Kjo tregon që ky kancer mbi jetesa 5 vjeçare te ky lloj kanceri, nëse normalisht gjendet, zakonisht gjendet në fazat më vonshme, të avancuara,
është shumë e vogël në raport me disa lloje tjera të kancerit, për shembull kanceri i zorrës, trashës, kanceri i prostatës, kanceri i gjirit që kanë prognozë më të mirë se ky. Problemi është që ky është kanceri që mas miri dihet shkaktari i tij në raport me formave tjera. Këto a dim shumicën e rasteve dërmuese, 90% rasteve e dim cili është shkaktari i kancerit moshrive, që është pirja e duhanit. Kështu që njerëz që kanë pi më shumë duhan janë më të rrezikuar për me zhvillu kancer. Jo që kanë me zhvillu çdo kush që pin duhan kancer, normalisht s'duhet ta frikojmë askënd, po kanë rrezikshmëri më të madhe me zhvillu kancer. Ata që s'pin duhan, rreziku për me zhvillu kancer është shumë i vogël. Kështu që ne e bëjmë një farë gradimi që përmendet cila gjinia preket. Normalisht gjinia mashkullore që pin më shumë duhan janë më të rrezikuar. Ne e bëjmë një klasifikim kush është më i rrezikuar. Dhe nëse na vjen, po e zëm një person, një femër e moshës 25 vjeçare që s'ka pi asnjëherë duhan, mundësia me pas sëmundje kanceroze është shumë e vogël, gati inekzistente. Kështu që në ato raste edhe nuk bëjmë testet dhe detajzuara, thella. Kurse nëse vjen një mashkull, po e zëm 60 vjeç, se edhe që ka pi duhan një sasi të madhe duhanit, një kohë të gjatë, atëherë të ato raste dhe ka simptoma, të ato raste gjithmonë rrezikshmëria është më e madhe të ketë një problem të madh. Kështu që ata duhet patjetër bëjnë incizime, ekzaminime të plota, detajzuara edhe nëse s'ka simptoma. Në mënyrë që me eliminu mundësinë që ose mënyrë që me nxanë sëmundjen në faza të hershme, kur është edhe operueshëm, kur operohet. Si mund të trajtohet? Cili është diagnostikimi më i mirë i saj? Problemi i diagnostikimit të kancerit moshrive është se nuk jep simptoma herët. Shumicën e rasteve kur simptomat shfaqen te kanceri i moshrisë, veç është faza 3 ose 4, kur vetëm operacioni është i pamundshëm. Po. Domethënë në fazat e para, dytë, se ka 4 grada. 4 grada të sëmundjes. Faza e para, dytë, kur tumori është shumë i vogël, edhe nuk është përnda, në ato raste është i operueshëm. Kirurgjia është kryesorja, po problemi është ç'është me i gjetë ata që janë në fazë, se ata nuk kanë simptoma. Për këtë arsye në plot vende kanë filluar tani me mendu me bë screeningun, që bëjnë mamografinë për gjë, me bë screeningun e mushkrive, pra me gjetë kush është më i rrezikuar për me zhvillu kancer, edhe me u thanë atyre, hajde me bëni një incizim thellë, në këtë rast CT pa kontrast, me rrezatim të vogël, për me gjetë kur është 1 centimetër ose kur është shumë i vogël. Tash këtu kemi fillu me rekomandu njerëzit që janë të rrezikuar, pra ata që kanë pi shumë duhan, që janë të rrezikuar, i bëjmë her pas here nga një CT, incizim thellë, pra, për me pa nëse kemi pas raste kur i kemi gjetë në fazat hershme dhe janë operuar dhe njerëz s'kan pas më probleme. Po nëse shfaqen simptomat, zakonisht është shumë vonë. Ai diagnostikimi vjen, po tani trajtimi nuk është kirurgjia dhe normalisht kur nuk është trajtimi kirurgjik, edhe rezultatet janë shumë të vogla. Kemoterapia nuk jep rezultatet që japin te forma tjera të kancerit. Doktor, kemi dëgjuar që ka stentat në zemër, po ka edhe stenta në mushkëri. Sa janë të zakonshme si në zemër ato? Stentimi bronkeve është një metodë e re, jo shumë e përdorur. Mushkëri nuk përdoret shumë. Janë vetëm një indikacion i ngushtë, një grup i vogël i pacientëve që përfitojnë prej stentimit. Zakonisht po flasim për njerëz cilët kanë probleme me rrugët e frymarrjes, ngushtim të rrugës, bllokim të rrugës frymarrjes, që vjen si pasojë ndonjë tumori apo kanceri që ka bërë shtypje edhe ka bllokuar rrugën e frymarrjes. Në ato raste vendosim stentin, në mënyrë që me leju aerosjen. Po ky nuk e zgjidh këtë problemin. Edhe grupi i cilët përfitojnë për këtij problemi është shumë i vogël, pra vetëm dikush që s'mundet me u operu, inoperabil, edhe një farforme me a përmirësu pak gjendjen, jo me hek sëmundjen, se nuk hiqet sëmundja më, e vendosim një stent. Ajo përkohësisht. Raste të ralla ndodh kur kanë ndonjë ngushtim që duhet me ndërhyj, por në shumicën e rasteve përdoret vetëm te ky grup i pacientëve që nuk është grup i madh. Është intervenim shumë i shtrejtë, është intervenim i vështirë, i komplikuar, edhe rezultatet nuk janë shumë të mëdha.
Doktor, a mund të krahasojmë kancerin e zemrës dhe kancerin e mushkrive? Si mund të krahasojmë këtë? Cili është më vdekjepror? Dhe që edhe kanceri i mushkrive është vdekjepror, po sa është edhe i zemrës? Kanceri i zemrës është shumë i rrallë. Në Kosovë nuk di a u diagnostiku dikush me tumor. Janë disa tumor benin të zemrës, benin, dhe më thënë tumor që nuk japin metastaza. Bëjnë probleme në zemër, por nuk japin metastaza. Dhe në të rriqen, operohen dhe largohen. Kurse kanceri nuk ka. Kështu që kanceri që më shumë të shfaqet tek meshkujt, do të thënë ne kemi kancerin e mushkrive, kemi kancerin kolorektal ose zorrës trash dhe kancerin prostatës. Kjo është treshja, top 3 treshja e kancerëve tek meshkujt. Tek femrat e kemi normalisht qafës mitrës, gjirit, do të thënë, pastaj janë edhe kanceri i gjandës tiroide edhe kanceri mushrive. Pak më rrallë, pse kanceri mushrive të femrat në Kosovë ka fillu me ngrit në top list. Po thëmë kushtimisht, pra në këtë listën e kancereve më të shpeshta. Pra, kur ne dojmë të bëjmë një screening, dojmë të alargojmë mundësinë që ne jemi kancer, na shkojmë më të shpeshtat. Për shembull te meshkuj ne i bëjmë screeningun për kancerin e prostatës, ju rekomandojmë çdo kujt që i bën një moshë caktuar ta bëjë një analizë prostatës, ta bëjë një analizë përmes ultratingullit, përmes PSA-s, pastaj zorrës trash, rekomandohet çdo kush që kur t'i bën një moshë, pensojmë, për 50 vjeç ta bëjë një kolonoskopi për me eliminu mundësinë pas kancerit mushrive, edhe zorrës trash, edhe kemi incizimin e thellë të mushkrive. Kurse te femrat është mamografia, është pap testi, këto dy janë screeninge për me eliminu mundësinë, edhe ekzaminimi me ultratingull të gjandës tiroide, që është shumë tash po bëhet shumë shpesh për me eliminu kancerin. Kurse zemrës vetëm aspektin e smundjeve koronare, po jo nga aspekti e smundjeve maligne. Doktor, a ju ka ra vetë personalisht të mireni me ndonjë rast të sëmundjes së rënd të mushkrive? Unë mirra çdo ditë me raste të rënda, sepse punoj edhe në klinikë, në klinikën universitare, për në klinikën e pulmologjisë. Edhe në klinikën e pulmologjisë zakonisht i shtrojmë njerëz që kanë shumë probleme theksume. Për fat keq, smundje mushkrive për nga vdekshmëria janë shumë të larta, sidomos në Kosovë. Edhe pacientët që kanë probleme të rënda të mushkrive janë, do të thënë, pacientët me kancer të mushkrive, me smundje obstruktive, me probleme të frymarrjes, edhe shpesh nevojitet hospitalizimi. Nganjëherë edhe pjesa fundit jetës e kalojnë në spital. Derisa, do të thënë, smundja fiton. Kështu që neve na bjen çdo ditë. Më shpesh kemi probleme me smundjet obstruktive, që përmendëm emfizeme në bronkitin kronik. Pastaj kemi me raste të rënda kemi smundjet kanceroze dhe infeksionet. Ndërto, mos të harrojmë kemi tuberkulozën, që është një infeksion që ende është aktual në Kosovë. Po, doktor, a është e trashëgueshme edhe sëmundja e frymarrjes? Disa prej problemeve të frymarrjes nuk e etiketojmë si trashëguese, po zakonisht tentojmë të cekim si smundje që kanë predispozit familjare. Çka i bjen kjo? Kjo i bjen që ai që ka për nxon astmën bronkiale, një person, fëmija ti ose një afërm i tij ka mundësi të ketë më shumë astmë se sa dikush që prindin e tij e ka pas pa astmë. Do të thënë predispozit ki ma shumë nëse ti e ki dikon me astmë familje. Po s'do të thotë që gjithmonë të ta kesh. Është njëjtë si te diabeti, është njëjtë si te hipertensioni, te smundjet e zemrës. Pra kemi në trait, një model familjar, një ndikim familjar. Jo gjithmonë trashëgohet, po ka tendenca. Kjo ka shumë rëndësi tek ne, sepse na gjithmonë i pyesim pacientët nëse ka dikon familje që ka probleme me frymarrjen, edhe në ato raste pastaj identifikimi e problemet bëhet më i lehtë. Doktore, përmendje edhe pirjen e duhanit që faktikisht tek na, ose mund të them më shumë faktikisht tek na pijet në vende të mbyllura, në lokale, sa është e dëmshme për shëndetin dhe cilat janë këshillat e juaja për të? Pirja e duhanit është një për problematike më të shpeshta ose shkaktari më i madh i smundjeve të mushkrive. Do të thënë nga të gjitha shkaktarët tjerë,
pirja e duanit shkakton më shumë të smundje. Jo vetëm kancerin moshrive, se kanceri moshrive është më i rrallë, po smundjen obstruktive, që këto që përmenda, bronkitin kronik dhe emfizemin, duhani është shkaktari kryesor i kësaj smundje. E kjo smundje, është smundja e tretë për nga shperësia në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po edhe në botë. Tash, çka bën? Problemi është që ne duhet të ikim ekspozimit. Duke i tentuar që njerëzve t'ja bëjmë me dije që kjo është shkaktari i smundjeve, jo vetëm moshrive, po smundjeve tjera trupit, edhe t'u i pengu duanpirjen në vende, siç e përmendet, në vende publike. Sepse tani flasim jo për duanpirjen parsorë, po flasim për duanpirjen, dytësore ose sekundare, që i vjen që na marrim tym duhanit, edhe pse nuk i kemi dhënë cigaren, po marrim për atij që e pin duhanin, edhe pastaj po ashtu mundet me zhvillu problemet e Është e dëmshme shumë tek ne, më shumë se tek ata që e pinë apo tek ne? Jo, është mit normalisht se ata që e pinë normalisht që kanë shumë më shumë dëme, se sasia e pirjes duhanit është shumë më e madhe. Ne më pak ekspozohemi, për shembull, nëse qëndrojmë në ambient ku pihet duhani, mund të qëndrojmë 2 orë në ditë, ekspozimi është vetëm 2 orë në ditë. Ai që pin duhanin ka ekspozimin dëmëtor që gjithë kohës pin duhan. Kështu që rreziku më i madh është ata që pin duanpirjen primare, duanpirësit kryesor. Cilat janë këshillat e juaja për fond për trajtimin e mushkrive dhe për të gjitha problemet që mund të kemë mushkrit? Është shumë e rëndësishme me qenë i vëdësuar sa i përket shëndetit pulmonar. Shëndeti i mushrive është shumë i nevojshëm, shumë i rëndësishëm. Organet e mushrisë janë fragjile, janë organet që nuk regjenerohen lehtë. Nuk janë si, unë gjithmonë e marr shembull, nuk është si ashti. Ashti ngjitet, edhe mundesh me vrapu pa problem. Tek organet te mushria zakonisht regjenerimi nuk është efektiv. Formohen vragat dhe nuk kemi. Kështu që është shumë e rëndësishme me rujt mushkrinë të mos ekspozojmë në dame, të fillu prej tymi duhanit, të fillu prej ndotjes, që është shumë e rëndësishme, tash e di se na nuk mujmë me kontrollu ndotjen, po bile sa të mundemi të mos ekspozohemi ndotjes. Në ambient, ndotjes së ajrit, e kështu me radhë, të konsumu ushqime të freskëta me antioksidancë, që janë pasuna me produkte dhe vitamina dhe antioksidancë që mbrojnë mushrinë, edhe në momente kur ne kemi probleme respiratore të marrim trajtimin e duhur në mënyrë që mos na mbesin pasoja në mushkri. Kështu që është shumë rëndësi edhe mirëmbajtja e tyre, jetesa e mirë, edhe treta kontrolli i rregullt i mushrive në mënyrë që të mos kemi probleme të ardhmen. Doktor, faleminderit edhe një herë që gjete pjesë kohën dhe tesh pjesë e emisionit Doktor Plus dhe faleminderit për krejt këto këshilla dhe informacione që i dhe për shikuesit tonë. Kënaqësia është e imja, shpresojmë që diçka nga këto ju ndihmojnë shikuesve. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, kaq kishim sa i përket këtij emisioni. Natën e mirë dhe mirupafshim.